Njerëzit në të gjithë Teksasin po përballen gjithnjë më shumë me një krizë në rritje, që përfshin mbi 2 milion dera të egër, kafshë të afta, të shkatrojnë një vit të tërë pune brenda natës. Këta dera i kushtojnë bujqësisë së Teksasit rreth $120 milion çdo vit, ndërsa pjesa tjetër e vendit shpesh qëndron në periferi. Ndonjëherë, edhe duke nënvlerësuar seriozitetin e problemit, një pikë these erdhi kur komunitetet ndaluan së luftuari individualisht dhe filluan të koordinojnë përpjekjet e tyre. Kapja me kurthe, gjuetia dhe mbikëqyrja u bashkuan në një sistem të vetëm. Në vend që t'i ndiqnin derat ka një fermë në tjetrën, ata filluan t'i izolonin. Brenda pak javësh, rezultatet u përhapën në të gjithë qarqet. Ajo që dikur ishte një mangth bujqësor i pakontrollueshëm, filloi të zhndërrohet në një përgjigje të organizuar dhe strategjike. Derat e egër nuk janë vendas në Amerikën e Veriut. Shekuj më parë, kontinenti nuk ishte popullata të mëdha derash të egër. Ata u sollën nga eksploruesit evropian dhe më vonë nga kolonët, të cilët i lëshuan derat në natyrë si burim ushqimi gjatë udhëtimeve të gjata. Me kalimin e kohës, disa kafsh u aratisën, të tjera u braktisën, ndërsa disa u kryzuan me dera të egër europian të sjellë për gjueti sportive. Gjatë shekujve të 19 dhe 20, kjo çoi në krijimin e një hibridi shumë të rrezikshëm, i madh, inteligjent, i adaptueshëm dhe me aftësi për të riprodhuar me shpejtësi. Shtetet jugore të SBA-s, me klimën e tyre të ngrohtë, ujë të bollshëm dhe hapësira të mëdha, u bën një mjedis ideal për përhapjen e tyre. Teksasi është goditur më rënd, ku derat e egër tani sillen si një forcë e organizuar, duke u zgjeruar vazhdimisht, pa kufi dhe pa kontroll. Në vitin 2004, fermeri Jay Norman e përjetoi këtë realitet drejt për drejt. Teksa mbilte misër në qarkun Fannin, i ktheu traktorin dhe pa mbi 100 dera të egër që pahanin fara që kishte mbjell vetëm pak minuta më parë. Ai mbeti i shtangur ndërsa ata lëviznin në një vit të organizuar përgjatë rreshtave, duke shkatruar çdo brast. Brenda pak qastesh, orë të tëra pune dhe një investimi konsiderueshëm financiar u zhdukën. Ky nuk ishte një rast i izoluar, ishte fillimi i një problemi të ri. Edhe pse Norman kishte parë dëme të ngjashme vite më parë në toka të tjera, ai kishte menduar se ishin raste të rralla. Tani problemi kishte arritur në tokën e tij dhe nuk jepte asnjë shenjë ndalimi. Që nga ajo kohë, e ju detyrua të mbjellte përsëri disa hektar çdo vit, duke humbur kohë, karburant dhe burime. Jo për shkak të motit apo sëmundjeve, por për shkak të kafshëve, gjithnjë e më inteligjente. Derat e egër mësuan të njohin modelet e mbjelljes dhe pajisjet bujqësore. Ata nuk sulmonin më në mënyrë të rastësishme, por pristin me durim derisa traktori të largohej para se të vepronin. Përvoja e Norman pasqyronte një krizë shumë të madhe që po përhapej në të gjithë Teksasin. Sipas Departamentit të Parqeve dhe Jetës së Egër të Teksasit, humbjet vjetore nga derat e egër arritën në rreth $120 milion në vitin 2019 deri në vitin 2025, duke përfshirë dëmet në kulturat dhe pronë. Humbjet totale ju ofruan $500 milion. Dëmet shkojnë shumë për te i gardeve të thyera apo kopshteve të shkelura. Fushat të tëra shkatrohen brenda natës, duke detyruar fermerët të fillojnë nga e para. Problemi është përhapur edhe në zonat urbane. Në qytete si Irving, derat kanë dëmtuar oborre, parqe dhe madje edhe ambiente shkollore. Në bujqësi, misri mbetet objektivi kryesor, megjithëse dëmtohen edhe soja dhe gruri. Disa fermerë kanë kaluar në kultura si milo ose pambuku, por kjo vetëm zhvendos dëmin pa e zgjidhur problemin. Rreziku i vërtet qëndron në aftësinë e derave për të përshtatur shpejt. Fermerë si Norman kanë provuar metodat tradicionale, kurthe, karema dhe qenë gjuetie, por këto japin vetëm lehtësim të përkohshëm. Derat nuk eliminohen, ata thjesht vendosen në zona fqinje dhe më pas rikthehen. Kapja me kurthe, ndonse duket efektive në teori,
kthehet në një cikël të pafund. Disa fermerë kapin 200 deri në 300 dera në vit, por këto shifra mezi ndikojnë në popullatën totale. Riprodhimi i shpejt u lejon atyre të rikuperohen brenda pak muajsh. Sfida bëhet edhe më e madhe, sepse derat e egër mësojnë nga përvoja. Ata shmangin kurthet, ndryshojnë oraret e ushqyerjes dhe qëndrojnë larg zonave ku janë gjuajtur shpesh. Metodat tradicionale nuk mund të mbajnë me ritmin. Në vend që të mbështetej në një zgjidhje të vetme, Texasi zhvilloi një sistem kontrolli me disa shtresa. Kurthet inteligjente, të pajisura me kamera dhe lidhje mobile, janë vendosur në të gjithë shtetin. Fermerët përdorin kurthe të mëdha rrethore me karem misri, ndërsa pamjet transmetohen drejt për drejt në telefonat e tyre. Çdo lëvizje monitorohet dhe sapo i gjithë grupi hyn brenda, dera mbyllet nga distanca në momentin e duhur. Ky sistem u përdor me sukses në Irving, kur derat pushtuan zonat pranë Champions Park dhe lagjet përreth. Përpjekjet e mëparshme, si gardet elektrike, dështuan. Zgjidhja erdhi përmes kontrollit në kohë reale, veprim vetëm në momentin e saktë. Ndryshe nga kurthet tradicionale, që kapin vetëm një ose dy kafsh, kurthet inteligjente lejojnë eliminimin e grupeve të tëra njëherësh. Në vend që numri të ulet gradualisht, popullata eliminohet në një veprim të vetëm. Diferenca qëndron në saktësi dhe shkallë. Kosti e këtyre sistemeve është e lartë, por përfaqëson një kalim nga reagimi vonuar në kontroll strategjik. Vendosja fillestare mund të kushtojë mijëra dollar, me shpenzime shtesë për mirëmbajtje dhe lidhje mobile. Megjithatë, krahasuar me rimbjelljen e rreth 65 hektarëve misër, me afërsisht $400 për hektar, vetëm për fare dhe punë, shumë fermerë e kuptojnë se një kurth inteligjent mund të shtyejë veten, duke parandaluar vetëm një humbje të madhe. Për këtë arsye, fermerët fshin shpesh ndajnë kostot dhe përdorin të njëjtin sistem për të monitoruar disa prona. Këto kurthe kërkojnë gjithashtu durim. Derat duhet të mësohen gjatë një periudhe prej 10 ditësh deri në 2 javë. Fillimisht, portat qëndrojnë të hapura për ushqyerje të lirë dhe më pas ulen. Kur sistemi bëhet plotësisht funksional, kafshët janë mjaftueshëm të qeta për të mos dyshuar. Megjithatë, Texasi e kuptoi se edhe kjo nuk mjaftonte, sidomos në zonat ku popullata po përhapej shpejt dhe kërkonte masa më agresive. Disa kompani si Hallie Bacon filluan të përdorin helikopter si mjete për kontrollin e specieve invazive. Në agim, klientët hipin në helikopter dhe fluturojnë ulët mbi tokat bujqësore për të gjërmuar dhe eliminuar derat e egër. Ndryshe nga drerët, të cilët zakonisht qëndrojnë në zona të kufizuar, derat e egër janë vazhdimisht në lëvizje. Pikërisht kjo lëvizshmëri bëhet dobësia e tyre. Gjuetarët në tokë mund të mbulojnë vetëm disa qindra hektar gjatë një nate, ndërsa një ekip me helikopter mund të skanojë mijëra hektar brenda pak orësh. Në disa operacione të koordinuara, deri në 160.000 hektar mund të monitorohen nga ajri. Kjo pamje ajrore zbulon vendet ku derat pushojnë gjatë ditës, të fshehur në bimësi të dendur, rrugët televizjes me zonave të ushqimit dhe kalimet në terrene të paarritshme për automjete. Për herë të parë, fermerët marrin një kuptim të qartë dhe të plotë të modeleve të lëvizjes së derrave. Këto operacione zakonisht zgjasin rreth 2 orë dhe fillojnë në lindje të diellit, në përputhje me kohën kur aktiviteti i ushqyerjes dhe shëmimit është më i lartë. Paketat fillojnë nga $4.000 për person dhe në Texas nuk kërkohet licencë gjuetie, nëse operacioni zhvillohet në tokë private me lejen e pronarit. Megjithse efektive, gjuetia ajrore nuk është një zgjidhje e plotë. Ai funksionon më mirë si pjesë e një sistemi më të gjerë, ku presioni ushtrohet vazhdimisht si nga toka, ashtu edhe nga ajri. Një zhvillim tjetër i rëndësishëm erdhi me miratimin e metodave të kontrollit kimik të synuar. Këto nuk janë helme të përdora pa kriter, por mjete të rregulluara me kujdes, të dizenjuara posaçërisht për menaxhimin e derave të egër.
Përdëruesit e autorizuar duhet të trajnohen dhe të certifikohen. Vendosjet e karemit janë të mbrojtura për të përjashtuar bagëtin dhe kafshët e tjera, ndërsa pajisjet e ushqimit janë ndërtuar me mekanizma si dyert të rënda ose sisteme magnetike që vetëm derat mund t'i hapin. Efektiviteti i kësaj metode qëndron në procesin e saj. Në vend që helmi të përdoret menjëherë, derat trajnohen fillimisht me karem jo toksik. Gjatë një periudhe prej 10 ditësh deri në 2 javë, ata mësojnë të përdorin ushqyesit në mënyrë të sigurt. Vetëm pas kësaj faze futet karemi toksik. Dyert e ushqyesve rregullohen gradualisht, duke kërkuar gjithnjë më shumë forcë për t'u hapur. Ky proces hap pas hapi siguron që derat të përshtaten plotësisht përpara fazës përfundimtare. Grupet të tëra, zakonisht nga 20 deri në 30 dera, eliminohen në operacione të koordinuara. Ndërkohë, studiuesit vazhdojnë të zhvillojnë alternativa kimike për të shmangur përshtatjen e sjelljes. Edhe pse debatet mbi ndikimin mjedisor dhe mirëqenien e kafshëve vazhdojnë, të dhënat tregojnë se kjo metodë, kur zbatohet si duhet, është më shpejt dhe më vendimtare se metodat tradicionale në tokë. Me gjithë këto përparime, Texasi u përball me një problem themelor. Për vite me radhë, përpjekjet dështuan, jo për shkak të mjeteve jo efektive, por sepse fermerët vepronin të ndarë. Një pron vendoste kurthe, ndërsa një fermë fshinje i mbante derat për gjueti rekreative. Një qark organizonte operacione ajrore, ndërsa një tjetër nuk ndërmerte asnjë veprim. Këto boshllëqe u lejonin derave të zhvendoseshin dhe të vazhdonin përhapjen. U bëhe qartë se problemi nuk ishte mungesa e zgjidhjeve, por mungesa e koordinimit. Një metodë që funksionon në një fermë bëhet e pavlefshme nëse zonat përreth nuk marrin pjesë. Mjafton një zonë pa koordinuar për të dobësuar përpjekjet e një rajoni të tërë. Pika e kthesës erdhi kur Texasi kaloi nga veprimet e izoluara në fushata të koordinuara. Strategjitë e kontrollit u zbatuan në shumë ferma dhe qarqe njëkohësisht, duke përdorur të njëjtat metoda dhe afate. Presioni bëi vazhdueshëm dhe jo i ndërprer, duke mos u lënë derave hapësirë për t'u tërhequr. Me kapje, gjueti dhe kontroll kimik të sinkronizuar, popullatët e derave filluan të bien me shpejtësi dhe të qëndrojnë të ulta. Humbjet në kultura u zvogluan dhe ndikimi ekonomik filloi të përmbyset. Teknologjia u nda mes komuniteteve, ndërsa të dhënat nga kamrat e kurtheve u përdorën për të hartuar lëvizjet e derave përtej kufive të pronave. Komunikimi në kohë reale lejoi reagim të shpejtë sa herë që tufat ndryshonin drejtim. Edhe pse zonat kufitare mbetën të ndjeshme ndaj rikthimit, presioni i vazhdueshëm rajonal e ngadalsoi ndjeshëm rikuperimin e popullatës. Ndërsa me shumë zona adoptuan këtë model, boshllëqet e mbetura filluan të mbyllen. Me këto rezultate, Texasi filloi të fokusohet jo vetëm në uljen e popullatës aktuale, por edhe në parandalimin e rikthimit të saj. Kjo çoi në kërkime mbi kontrollin riprodhues. Programe të reja po zhvillojnë metoda që i bëjnë derat të pafrytshëm, duke ndikuar drejt për drejt në sistemin e tyre hormonal. Si të meshkujt, ashtu edhe të femrat. Ndryshe nga metodat tradicionale që mbështeten në eliminim të vazhdueshëm, sterilizimi ul popullatën gradualisht përmes rënies natyrore. Pa riprodhim nuk ka rikthim. Kjo qasje synon të ndërpres ciklin e rritjes së shpejtë në burim, duke ofruar një zgjidhje afatgjatë për një problem që ka sfiduar Texasin për dekada. Sfida më e madhe nuk është koncepti, por zbatimi. Si të shpërndahet karemi kontraceptiv të një numër mjaftueshëm derash në zona të gjera. Si të parandalohet qasja nga specie të tjera dhe si të matet efektiviteti pa gjërmuar individët mbeten çështje të pazgjidhura. Megjithatë, Texasi ka filluar të investojë në këtë zgjidhje, duke kuptuar se eliminimi fizik nuk mjafton për një popullat prej miliona kafshësh. Në të njëjtën kohë, teknologjia termike e ka bërë gjuetin e natës jashtëzakonisht efektive.
Gjuetarët mund të lokalizojnë dhe eliminojnë grupe të tëra në një operacion të vetëm. Dronet e mbikëqyrjes përforcojnë këtë qasje, duke hartuar lëvizjet, identifikuar zonat e pushimit dhe përcaktuar pikat kyçe të kalimit. Menaxhimi i jetës së egër është kthyer në një sistem taktik me shumë shtresa. Rezultatet u shfaqën më shpejt nga sa pritej. Zonat që dikur konsideroheshin të pakontrollueshme filluan të ndryshojnë brenda pak javësh nën presion të vazhdueshëm. Në Irving, ku derat endeshin pranë Champions Park dhe zonave të banuara, kombinimi i kurtheve inteligjente, gardeve elektrike dhe gjuetisë së koordinuar pothuajse i eliminoi plotësisht. Vendet që dikur tregonin shenja të vazhdueshme aktiviteti u bën dukshëm të qeta. Në tokat e J. Norman, përmirësimi ishte po aq i dukshëm. Dëmi nuk u zhduk plotësisht, por ul në nivele të menaxhueshme. Në vend që të rimbillte qindra hektar çdo sezon, humbjet u kufizuan dhe u lokalizuan. Gjuetia termike gjatë sezonit të mbjelljes ndihmoi në ndalimin e dëmit përpara se të përhapej. Në të gjithë Teksasin, rajonet që përdorin strategji të koordinuara pan ulje të popullatës së derave me 60 deri në 70% brenda 2 viteve. Humbjet në kultura ranë në përputhje me këtë. Njëkohësisht, u krijua një industri e re rreth kontrollit të derave të egër, që përfshin prodhimin e kurtheve inteligjente, pajisje termike, shërbime me helikopter, trajnime dhe përpunim të karkasave. Ajo që dikur ishte vetëm një barë ekonomike, filloi të shndërrohej në një sistem që gjeneron vende pune, të ardhura dhe kontroll afatgjat. Situata në Teksas tregon qartë se nuk ekziston një zgjidhje vetme për një problem të kësaj shkalle. Vetëm kur teknologjia, strategjia dhe njerëzit bashkohen në një sistem të koordinuar, arrihet përparim i vërtet. Nga kurthet inteligjente dhe gjuetia ajrore, të kontrolli kimik dhe menaxhimi riprodhues, Teksasi përishkruan mënyrën se si menaxhohen kërcënimet ekologjike në shkallë të gjerë. Nëse dëshironi të shikoni më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Abonohuni në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës. Faleminderit për shikimin dhe shihemi në video të tjera.